Partia Demokratike I ka humbur shumë betejë gjatë këtyre viteve, por humbja më e madhe nuk ka qenë një humbje zgjedhore. Humbja më e madhe ka qenë largimi gradual nga standardet që bën Partinë Demokratike forcën më të madhe politike në vend. Partia Demokratike lindi si parti e lirisë, lindi si parti e pluralizmit, lindi si parti e konkurrencës së ideve, si parti që sfidoi kultin e individit mbas 50 viteve të errta. Por sot shumë demokratë janë përjashtuar jo vetëm nga vendimarrja, por edhe nga e drejta për të dhënë kontribut në Partinë Demokratike. Shumë të rinj nuk shohin hapësirë për të rritur politikisht. 36 vite I njëjti pronar në Partinë Demokratike. Shumë profesionistë nuk e gjejnë derën e hapur për të kontribuar, dhe kjo është më shumë se sa alarmante, sepse demokracia nuk është konfirmimi formal dhe mbajtja me zor e një koteci siç po bën zotëria. Demokracia është garë, demokracia është debat, demokracia është përballje me premtime të dhëna dhe të pambajtura. Demokracia është mundësia që çdo demokrat minimalisht të ketë të drejtën të zgjedhë atë që ai mendon që bën Partinë Demokratike fituese. Sepse gara është oksigjeni I demokracisë. Ne kërkuam vetëm garë dhe debat mbi përgjegjësinë e gjithë secilit dhe ne do të vazhdojmë pa ndalur, siç edhe sot nuk e njohëm atë fars, pa ndalim derisa ta përmirësojmë Partinë Demokratike. Sepse ne nuk mund të pranojmë që të përjashtohen demokrat që dërgjen rrugëve dhe përballen me sakrificat e përballjes me regjimin prej 13 vitesh me radhë. Ne nuk mund të lejojmë që të linçohen njerëzit që kanë lënë edhe shpirtin për Partinë Demokratike. E përse? Për cilën arsye? A mund të vihet në pushtet kështu duke bërë sikur I mbyllim gojën atyre që kërkojnë që Partia Demokratike të vinë pushtet, atyre që thonë që Partia Demokratike nuk mund lejohet të rri pronë një individi për interesa personale të tij, duke izoluar Partinë Demokratike kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht? Jo, kurrë. Ne sot që po flasim ka një vendim I cili është I bazuar në statut për përjashtimin nga gara apo nga partia timin që nuk ka asnjë element të shkruar dhe asnjë motivim. Po ashtu është edhe neni 46 I Partisë Demokratike, I cili e ndalon kryetarin që humb zgjedhjet, pra Sali Berishën që të kandidojë, I famshmi I ashtu quajtur Neni Basha. Pra ai që I ndalohet kandidimi, kandidon. Ne që na lejohet kandidimi nuk kandidojmë dhe do të bëjmë parti të madhe pasaj, zotëria.